Horoskopi ditor e hënë 10 mars 2025. Horoskopi ditor i dashit 10 mars 2025. Dashi, ju jeni të mbushur me motivim dhe energji, të ushqyer nga shtrira e hënës me Marsin. Ky rreshtim qiellor ka të ngjarë të rrisë besimin dhe nxitjen tuaj, duke ju inkurajuar të përballeni ballë për ballë me sfidat. Përdoreni këtë vrull për të ndjekur projektet e punës ose qëllimet personale për të cilat keni hezituar. Natyra juaj dinamike mund të frymëzojë të tjerët, duke hapur dyert për sipërmarrjet bashkëpunuese. Keni parasysh sjelljen impulsive, pasi vendimet e shpejta mund të çojnë në pasoja të padëshiruara. Është thelbësore të ruhet një ekuilibër midis veprimit dhe reflektimit. Merrni kohë për të vlerësuar prioritetet përpara se të hidheni në përpjekje të reja. Në një nivel personal, energjia juaj e gjallë mund të tërheqë vëmendjen pozitive në mjediset sociale, duke çuar potencialisht në lidhje të reja. Mos hezitoni të shprehni idetë tuaja, pasi vetbesimi juaj do të frymëzojë ata që ju rrethojnë. Përqafoni këtë periudhë të aktivitetit të lartë dhe përdorni atë për të vendosur ritmin e javës. Mbani mend, entuziazmi juaj është infektues, ndaj jepni shembull. Horoskopi ditor i Demit 10 mars 2025. Demi, natyra juaj praktike vjet në pas sot teksa Venusi harmonizohet me Saturnin. Ky kombinim planetar inkurajon një qasje të qëndrueshme për trajtimin e përgjegjësive. Ju mund të ndiheni të tërhequr për të organizuar mjedisin tuaj ose për të trajtuar detyrat që kërkojnë durim dhe saktësi. Financiarisht është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetet dhe planet e ardhshme. Energjia e disiplinuar e pranishme sot mbështet forcimin e angazhimeve afatgjata, si në mjediset profesionale ashtu edhe në marrëdhëniet personale. Merrni parasysh të kontaktoni mentorët ose të kërkoni këshilla nga ata që ju besoni, pasi udhëzimi i tyre mund të jetë i paçmuar. Emocionalisht, ju nxiteni të gjeni rehati në lidhjet rutinë dhe të ushqyerit me njerëzit e dashur. Ndërsa përfshiheni në dialog kuptim plot, do të zbuloni njohuri që ju fuqizojnë. Përsa i përket shëndetit, përqendrohuni në praktikat që ju mbështesin dhe ju përqendrojnë, si yoga ose meditimi. Përfitoni nga kjo energji e qëndrueshme për të ushqyer mirëqenien tuaj, duke u siguruar që të jeni të bazuar teksa lundroni nëpër ngjarjet e ditës. Horoskopi ditor i binjakëve 10 mars 2025. Binjakët, kjo ditë ju fton të përqafoni përshtatshmërinë. Me Merkurin që aspekton në mënyrë të favorshme Uranin, prisni një shpërthim kreativiteti dhe inovacioni. Dita e sotme mund të sjellë lajme ose ide të papritura që ndryshojnë këndvështrimin tuaj. Shfrytëzojeni mundësinë për të menduar jashtë kutisë në punë. Kjo është një kohë e shkëlqyer për seancat e studiisë së ideve ose planifikimin e përpjekjeve të ardhshme. Bisedat mund të kenë njohuri të vlefshme, ndaj qëndroni të hapur për diskutime spontane. Megjithatë, keni kujdes të mos përhapeni veten shumë të hollë. Është thelbësore t'i jepni përparësi detyrave dhe t'i ndiqni ato. Në aspektin shoqëror, ju do të jeni jeta e festës, duke tërhequr të tjerët në aurën tuaj të gjallë. Përqafoni kuriozitetin tuaj të natyrshëm, por mos harroni të dëgjoni sa më shumë që flisni. Në ndërveprimet personale, praktikoni dëgjimin aktiv për të thelluar lidhjet. Kërkoni aktivitete që stimulojnë mendjen dhe trupin. Kjo energji dinamike mund të nxjisë zhvillime emocionuese, por mos harroni të balanconi ndjekjet tuaja mendore me momente qetësie për t'u rimbushur në mënyrë efektive. Horoskopi ditor i Gafores 10 mars 2025. Gaforia, energjia e sotme kozmike inkurajon introspeksionin dhe rinovimin emocional, pasi hëna ndikon në shenjën tuaj. Ky shtrirje ofron një mundësi të thellë për të thelluar të kuptuarit tuaj të motivimeve personale. Kaloni kohë duke reflektuar mbi dëshirat dhe nevojat tuaja emocionale. Është një ditë ideale për t'u angazhuar në aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, të tilla si ditari ose meditimi. Çështjet e ndjeshme mund të dalin në sipërfaqe, duke ju nxitur t'i trajtoni ato me dëmshuri. Gjeni ngushëllim në shoqërinë e miqve të besuar ose anëtarëve të familjes që ofrojnë një atmosferë mbështetëse për të ndarë mendimet intime. Profesionalisht, lejoni intuitën tuaj të udhëheqë vendime të rëndësishme, duke besuar se mençuria e brendshme do t'ju çojë në rezultate të suksesshme. Projektet kreative përfitojnë nga rritja e energjisë, ndaj investoni kohë në bashkëpunim ose ndjekje të vetme të interesave artistike. Sigurohuni që të kujdeseni për mirëqenien tuaj fizike, duke kërkuar rehati në rutinat që ofrojnë relaksim dhe përmbushje.
Përqafoni potencialin ushqyes të kësaj dite për të nxitur rritjen emocionale dhe elasticitetin. Horoskopi ditor i Luanit, 10 mars 2025. Luani, kjo ditë ju fton të shkëlqeni me shkëlqim ndërsa dielli trillon Jupiterin, duke përforcuar karizmin dhe vitalitetin tuaj natyror. Ky aspekt inkurajon optimizmin dhe zgjerimin në ndjekjet tuaja. Profesionalisht, dyert mund të hapen për mundësi të reja, duke ju dhënë shanse për të bashkëpunuar dhe udhëhequr. Përfitoni sa më shumë nga këto perspektiva duke projektuar besim dhe entuziazëm. Idetë tuaja kanë potencialin për të mahnitur audiencën dhe palët e interesuara. Nga pikpamja shoqërore, energjia juaj magnetike i tërheq njerëzit drejt jush, kështu që përqafoni mbledhjet dhe ngjarjet e rrjeteve. Ngrohtësia dhe sharmi juaj bëjnë përshtypje të qëndrueshme, që mund të çojnë në aleanca personale ose profesionale. Mos harroni të qëndroni të përulur dhe të vendosur, pasi krenaria ndonjëherë mund të errësojë sinqeritetin. Në marrëdhënie, shprehni mirënjohje dhe mirësi, duke forcuar lidhjet me të dashurit. Merrni kohë për të rimbushur përmes aktiviteteve që ringjallin pasionin tuaj të brendshëm. Qoftë përmes hobive apo rrugëve krijuese, lëreni dëshirën tuaj për jetën të shkëlqejë në çdo përpjekje. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 10 mars 2025. Virgjëresha përqendrohet në organizimin dhe planifikimin e përpiktë, fal shtrirjes së Mërkurit me Saturnin. Ky aspekt forcon anën tuaj praktike, duke ju lejuar të përqendroheni në qëllimet afatgjata. Në punë mund të ndiheni të shtyrë për të riorganizuar ose përmirësuar proceset për të rritur efikasitetin. Vëmendja juaj ndaj detajeve është e dobishme, duke rritur produktivitetin dhe rezultatet. Bashkëpunoni me kolegët për të zhvilluar strategji inovatore, duke u mbështetur nga ekspertiza dhe njohuritë tuaja. Financiarisht, merrni parasysh rishikimin e buxheteve ose planeve të investimeve për t'u lidhur me aspiratat e ardhshme. Aftësitë tuaja analitike do të ndihmojnë në identifikimin e fushave që kanë nevojë për rregullim. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga dialogu i hapur dhe ndarja e zgjidhjeve praktike nxit lidhjen. Trajtoni keqkuptimet me durim dhe qartësi për të shmangur konfuzionin. Në çështjet shëndetësore, jepni përparësi rutinave që promovojnë mirëqenien, të tilla si ushtrimet e rregullta dhe vaktet ushqyese. Përdorni energjinë e disiplinuar të sotme për të krijuar baza të qëndrueshme, duke mbështetur udhëtimin tuaj drejt arritjes së aspiratave personale dhe profesionale. Horoskopi ditor i Peshores, 10 mars 2025. Peshorja, ekuilibri është kyç sot pasi Venusi aspekton Neptunin, duke ngjallur një ndjenjë kreativiteti dhe harmonie në jetën tuaj. Ky ndikim planetar rrit vlerësimin tuaj për bukurinë dhe estetikën, duke ju nxitur të kënaqeni me ndjekjet artistike. Qoftë përmes pikturës, muzikës apo dizajnit të brendshëm, lëreni imagjinatën tuaj të bredhë e lirë. Në mjediset profesionale, shkëlqejnë aftësitë tuaja diplomatike, duke nxitur zgjidhje paqësore në bashkëpunime ose negociata. Besoni instinkteve tuaja dhe përdorni sharmin tuaj natyror për të ndërmjetësuar çdo konflikt. Emocionalisht, kërkoni ekuilibrin duke shprehur ndjenjat drejt për drejt dhe me empati me të tjerët. Shmangia e konfrontimeve tani mund të çojë në keqkuptime më vonë. Theksohen edhe marrëdhëniet romantike, me mundësi të thellimit të lidhjeve apo zbukurimit të hapësirave të përbashkëta. Planifikoni një mbrëmje komode me partnerin tuaj për të rindezur pasionin. Për të ruajtur mirëqenien tuaj personale, përfshihuni në aktivitete që ushqejnë trupin dhe mendjen, të tilla si yoga e butë ose praktikat medituese. Përpiquni për harmoni në të gjitha fushat dhe shijoni rrjedhën e frymëzimit. Horoskopi ditor i Akrepit sot, 10 mars 2025. Akrep, sot jeni të inkurajuar të eksploroni lidhje më të thella si Plutoni në Venus, duke krijuar një atmosferë të pjekur për transformim. Ky shtrirje vën në pa marrëdhëniet tuaja, duke ju shtyrë të rivlerësoni lidhjet. Besojini instinkteve tuaja për të udhëhequr ndërveprimet, duke ju lejuar të kuptoni motivet nën sipërfaqe. Zbulimi i aspekteve të reja të partneriteteve mund të çojë në biseda shëruese. Bashkëpunimet profesionale përfitojnë nga këndvështrimi juaj i shkathët sot. Guxoni të ndani ide inovative, pasi ato mund të hapin rrugën drejt suksesit të përbashkët. Financiarisht, vlerësoni investimet dhe ristrukturoni sipas nevojës. Njohuritë tuaja instinktive mund të zbulojnë mundësi të anashkaluara. Në një nivel personal, kjo energji ju fton gjithashtu të eksploroni talentet ose hobi të fshehura që mund të sjellin gëzim dhe përmbushje.
Kënaqni kurreshtjen tuaj duke u zhytur në kërkime ose duke mësuar diçka të re, duke nxitur pasionin tuaj. Balanconi intensitetin me momentet e qetësisë, duke siguruar që mirëqenia emocionale të mbetet e bazuar. Përqafoni këtë potencial transformues dhe lejoni vetes të evoluoni dhe të rriteni emocionalisht. Horoskopi ditor i shigjetarit, 10 mars 2025. Shigjetari, energjitë e sotme inkurajojnë eksplorimin dhe të mësuarit pasi Jupiteri aspekton Merkurin. Ky shtrihje stimulon mendjen tuaj kurioze, duke nxitur një etje për njohuri dhe duke zgjeruar horizontet. Qoftë përmes udhëtimit, studimit ose përfshirjes me kultura të ndryshme, kërkoni përvoja që zgjerojnë të kuptuarit tuaj. Nga ana e punës, përqafoni mundësi të reja për të mësuar dhe për të rritur. Rrjedhëzimi mund të sjellë lidhje të dobishme, duke çuar në përparime të mundshme. Aftësitë tuaja të tregimit janë veçanërisht imponuese sot, ndaj ndani përvojat dhe idetë tuaja. Marrëdhëniet personale do të përfitojnë nga entuziazmi dhe optimizmi juaj, pasi këndvështrimi juaj pozitiv frymëzon ata që ju rrethojnë. Nxitni lidhje më të thella duke ndarë aspiratat dhe duke inkurajuar dialogun e hapur. Rritja shpirtërore mbështetet në këtë kohë, prandaj merrni parasysh eksplorimin e praktikave që ushqejnë veten tuaj të brendshme. Për sa i përket shëndetit, angazhohuni në aktivitete fizike që përputhen me shpirtin tuaj aventuresk, si ecja ose ciklizmi. Përqafoni mundësinë për vetë zbulim dhe qëndroni të hapur ndaj bollkut të mundësive që sjell sot. Horoskopi ditor i Bricjapit, 10 mars 2025. Bricjapi sot fokusohet te disiplina dhe prakticiteti, teksa Saturni rreshtohet me Marsin. Kjo energji forcon vendosmërinë tuaj për të përballuar përgjegjësitë me vendosmëri dhe fokus. Në karrierën tuaj, synoni të ndërtoni një bazë solide për ambicjet e së ardhmes. Strategjizo dhe planifiko për një afat të gjatë, pasi durimi dhe këmbëngulja do të sjellin shpërblime të konsiderueshme. Bashkëpunimi me kolegë të besueshëm mund të përmirësojë përparimin, duke e bërë punën ekipore thelbësore. Financat mund të kërkojnë rishikim të buxheteve për të garantuar stabilitet dhe siguri. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga natyra juaj e besueshme, duke ofruar rehati dhe siguri për të dashurit. Demonstrimi i përkushtimit forcon lidhjet, duke lejuar krijimin e lidhjeve më të thella. Sigurohuni që të shprehni vlerësimin për mbështetjen që merrni. Në çështjet e shëndetit, përqendrohuni në rutinat e qëndrueshme që mbështesin mirëqenien holistike. Angazhohuni në aktivitete të tilla si yoga ose trajnime forcash për të forcuar trupin dhe mendjen. Përqafoni energjinë e sotme për të arritur sukses të qëndrueshëm, duke lejuar ambicien tuaj për të udhëhequr një rrugë drejt rritjes thelbësore. Horoskopi ditor i Ujorit sot, 10 mars 2025. Ujori e sotmja është një ditë inovacioni dhe angazhimi shoqëror, fal shtrirjes së Uranit me diellin. Kjo energji frymëzon zbulime dhe ide origjinale në punën dhe projektet tuaja personale. Përqafoni spontanitetin dhe lejoni vetes të eksploroni qasje jo konvencionale. Ju mund të zbuloni zgjidhje të anashkaluara më parë. Mendoni jashtë kutisë dhe shikoni kur shfaqen mundësi të papritura. Në aspektin shoqëror, tubimet ofrojnë platforma për ndarjen e perspektivave krijuese. Natyra juaj e shoqërueshme do të tërheqë individ me mendje të njëjtë, duke nxitur potencialisht miqësi ose bashkëpunime të reja. Qëndroni besnik ndaj shprehjes suaj unike, pasi ju bën të dashur për të tjerët. Në marrëdhëniet personale, jini të hapur ndaj takimeve aventureske dhe diskutimeve të thella që ofrojnë rritje. Shëndeti përfiton nga aktivitetet që stimulojnë mendjen dhe trupin, kështu që eksploroni rutina të reja që fuqizojnë. Ruajtja e ekuilibrit është thelbësore, duke siguruar që nivelet e energjisë të mbeten optimale. Lundroni në udhëtimin inovativ të sotëm me çiltërsi dhe kuriozitet, duke përqafuar ndryshimin ashtu siç ju vjen. Horoskopi ditor i Peshqve, 10 mars 2025. Peshqit, energjitë e sotme nxjerrin në pa intuitën dhe ndjeshmërinë, pasi Neptuni harmonizohet me Hënën. Ky rreshtim ju fton të lidheni thellë me emocionet tuaja dhe ata përreth jush. Ju mund të zbuloni se të kuptuarit tuaj për ndjenjat e të tjerëve është rritur, duke ndihmuar në edukimin e lidhjeve. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja të brendshme kur merrni vendime. Vështrimet intuitive mund të ofrojnë udhëzime në situata komplekse, duke çuar në zgjidhje kreative. Bashkëpunimet lullëzojnë kur je empatik dhe i hapur, duke e bërë ditën e sotme ideale për punë ekipore.
Pranoni natyrën tuaj të dhemshur në marrëdhëniet personale. Mbështetja juaj mund të ketë një ndikim të thellë tek të dashurit. Ndani ndjenjat hapur për të nxitur lidhje më të thella. Në një nivel personal, ndjekjet artistike ose shpirtërore mund të çojnë në zbulime të rëndësishme. Angazhohuni në aktivitete si piktura, shkrimi ose meditimi, duke lejuar përshpëritjet e brendshme t'ju udhëheqin. Në frontin e shëndetit, jepni përparësi praktikave që përqendrojnë dhe balancojnë energjinë tuaj. Përqafoni energjinë e dhemshur të sotme për të thelluar lidhjet me veten dhe të tjerët. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziles që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.